përgëzoj dhe ty për këtë. Fillimisht tam është një klinik, është një qendër shëndetësore, edhe Magdalena na tregoi të gjithë mrekullinë që keni ndërtuar këtu, edhe këtu rash në konkluzionin që është një oazë shëndetësore. Shumë komplimente. Shumë faleminderit. Ti ka ardhur, më tregoi Magdalena, ka ardhur shumë i vogël këtu. Si e me Shqipen? E kam Ke vështirë. E ke vështirë? Po pse pam shoqë që prindit na kam mësuar gjuhën edhe jemi shumë krenar me qenë shqiptarë edhe me vizitu këtu jo vetëm në Gjermani, po edhe në Shqipëni. Njerëzit që mund të shprehemi dot me gjuhën. Me gjuhën. Shkon shpesh herë në Shqipëri? Po. Sa shpesh shkon? Një 2-3 herë në vit. Shkon? Akoma? Shkon me qef apo tot babi shkon? Se dhe një edhe babin, prandaj. Shkoj me shumë qef. Për ne zemra në rreth në Tiranë. Për me shku në Tiranë. Është bërë një qikë rumburi, tani me gjitha ato buildings që po bëjnë aty. Ndërtesat. Po, ndërtesat. Por në rreth zemra për se avash kemi krijuar një vend sikur me ardh prapë në shtëpi. Po. Po prapë edhe këtu në Zoste kemi si shtëpinë tonë se ti je rritur këtu? Po, a shumë të zesh me sa isha 13 muaj që kam. 13 muaj, po. Flet Shqipen shumë bukur, shumë mirë. Faleminderit. Edhe më gëzohem që shkon akoma shpesh herë dhe viziton Shqipërinë. Shqipëria është bërë e bukur, sidomos jugu, apo? Absolutisht. Ke qenë këtë vitin e kaluar? Kam qenë, këtë vitin kam qenë në Shkurt me Maginën bashkë, kemi shkuar edhe në Vlorë, kemi kaluar në Shkodër që ishte shumë e bukur, edhe në Tiranë, normal, se ajo është për pika e parë që shkojmë aty, në Tiranë, ke Pazari i Ri, atë kemi vendin tonë. Unë jam dhe shumë kurioze, sidomos edhe ata që na shikojnë, për ditur pak më shumë rreth mbasi jetës tuaj private.